Me rastin e 27 marsit, ditës ndërkombëtare të teatrit, nxënësit e klasës së tretë të shkollës 9-vjeçare Stavri Themeli në Korçë zhvilluan një vizitë në teatrin Andon Zako Çajupi. Gjatë vizitës ata u njohën me historinë e këtij institucioni artistik përmes një shëtitjeje në Muzeun e Teatrit. Nxënësit patën mundësinë të bashkëbisedojnë me drejtoreshën e Qendrës së Artit dhe Kulturës, Zamira Kita, e cila i udhëzoi mbi rëndësinë e teatrit, vlerën e ndjekjes së shfaqjeve dhe rrugtimin e saj si aktore. Është shumë e rëndësishme që fëmia të edukohet me dëshirën dhe dashurinë për artin në përgjithësi, teatrin në mënyrë të veçantë. Ne jemi përpjekur që qysh në moshë të vogël fëmijët i sjellim në teatr nëpërmjet teatrit të kukullave. Pra të kultivojmë dashurinë për teatrin tek ta dhe nëpërmjet teatrit t'i edukojmë fëmijët. Siç e kam thënë, teatri të bën më të mirë. Dhe fëmijët duke u rritur me teatr fillojnë të kuptojnë që duke parë teatrin marrin argëtimin e dur, kënaqësinë e dur, por dhe mesazhin e dur. Prandaj them që ata bëhen edhe më të mirë. I kemi edukuar me teatrin me kukulla, kemi vazhduar më pas me teatrin për fëmijë dhe kur kanë ardhur në shkollën e mesme me Rin Show, ku shumë të rinj merren me teatr, sepse e duan vërtet teatrin dhe sot janë një furnizim shumë i madh i Universitetit të Arteve dhe pse jo teatrove nëpër Shqipëri, kryesisht teatrit ton për cilin ne edhe punojmë me shpirt. Pjesë e vizitës ishte edhe interpretimi i fragmenteve nga komedia Shi në plazh, një shfaqje që nxënësit po përgatisin për ta vënë në skenë. Ata morën këshilla të vlefshme nga Zamira Kita, e cila i inkurajoi të zhvillojnë talentin e tyre dhe të afrohen më shumë me artin skenik.